Mirë mbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani, jeni podcastin Mesut Shabani. Miqtë mi, data është 24, muaj është i 7, viti 2026, e premte pak para mesnate. Temperaturat për jashtë nuk janë edhe aq të ulta. Mirë po, nga zvoglimi i temperaturës nga 40, 38, 35 në 18, krijohet atmosferë sikur është ftohtë. Por ajo që ka befasuar sot, posaçërisht malsinë e Sharrit dhe malsinë e Pelisterit në manastir, është shtresa e hollë e dëborës. Për këtë kohë, diçka e jashtëzakonshme. Nuk janë shenja qameti këto, jo. Okej, por unë vazhdoj më tej. Pra jeni podcastin Mesut Shabani, Mesut Shabani. Humori sot ka plasur në parlament. Dhe e dini pse? Partia Demokratike Turke dhe kryetari i saj Zülfikar Zenova janë zgjedhur në qeveri e VMRO-DPMNE-s ministër paresor. Pra VMRO-ja kështu i bëni 59 në koalicionin e vet, 59. Përfshirë pastaj Vlenin e kështu me radhë. Dhe pse themi se ka plasur humori? Dëgjoni. Burek i Ajran. Komuniteti turk është i shkelur plot 2 vite e gjysmë në këtë shtet. Nga ky pushtet. Dhe sot në kohën kur duhet komuniteti turk të faktorizohet, arrin ta merr një ministri paresor. E dini çfarë thonë kësaj? Vleni e ka një ministri me resor që quhet Ministria për Burek. Komuniteti turk tash i takon një ministri paresor të quajtur Ministria për Ajran. Dhe këto do kombinohen bashkarisht. От съда самообразложија дека нивното гласање против Зејнула како министер без ресор е поради тоа што неговиот избор нема да промени ништо, туку ќе биде само министер за патентер. Тука се поставува прашањето, ако е заради представеноста на турците, зошто од самиот старт немавме министер во владата? А ако е министер за патентер, тогаш мора да го прифатиме и тоа, дека ова е министер за патентер, а не за представеност на турците. Новиот министр. Dhe, jam referuar edhe disa televizioneve të afërta, apo të themi kështu, nuk thash gjithë se janë të Vlenit, po të afërta me Vlen. Kryeministri e përmbledhi rikonstruimin qeveritar të ministrave. Sot në kuvent me 67 vota pro dhe 13 kundër, Zülfikar Zeynullah, kryetari i Partisë Demokratike të Turqeve, me të cilin partia në pushtet VMRO-DPMNE nënshkroi së fundmi një marrëveshje koalicioni, e zgjodhi për ministër paresor në qeveri. Kryeministri Hristijan Mickoski, duke kërkuar mbështetje për votimin e Zülfikar Zeynullahut, theksoi se do të vazhdojë të zgjedhë njerëz të cilët më pas duhet të luftojnë për ta mbajtur funksionin. Po politikata nuk premtoj se gjithçka do të jetë e lehtë. Por premtoj diçka që është shumë e rëndësishme për mua, se do të vazhdojmë të marrim vendime nga të cilat nuk do të ikim, se do të vazhdojmë të zgjedhim njerëz që besojnë se mund të kryejnë funksione publike, dhe se kushdo që merr besimin do ta di se ky besim nuk është i përhershëm, por fitohet çdo ditë. Ky është parimi mbi të cilin po ndërtojmë këtë qeveri. Koalicioni udhëhequr nga LSDM nuk e mbështeti propozimin për zgjedhjen e Zülfikar Zeynullahs si ministër paresor, siç tha deputeti Oliver Spasovski, jo sepse janë kundër kandidatit, por sepse besojnë se asgjë nuk do të ndryshojë. Absolutno, niti u mojoj odgovor. Uroj shumë që nga sot, pas zgjedhjes, të ketë rezultate në të gjitha fushat, në ekonomi, në arsim, në shëndetësi, në bujqësi, dhe do të shohim nëse vërtet të takonte turqëve të punonin për përparimin e Maqedonisë. Përndryshe, e vetmja parti konstante në shtetin modern maqedonas në pushtet në Maqedoni është Partia Demokratike e Turqëve dhe kjo duhet respektuar. Deputeti Skender Recep Zeti akuzoi pushtetin se përveç institucioneve dhe mediumeve, ka kapur edhe Partinë Demokratike Turke. Përveç Vlenin që e ka kapur, skajshmërisht ajo arriti sot që ta kapë edhe Partinë Demokratike Turke, jo vetëm sot. Këtë e ka bë kohë më gjatë që nga zgjedhja e kryetarit saj, pasi që kjo Partia Demokratike Turke, arriti që nga një partner i barabartë në frontin evropian ta shndrojë në shërtor të VMRO-s. Deputeti Bejxhan Ilias nga Partia Demokratike e Turqeve shprehu kënaqësinë e tij që përfaqësuesi i tyre do të jetë në qeveri. Sot, po dëshmojmë ruajtjen e parimit kushtetues të përfaqësimit të drejtë në strukturën e qeverisë. Pas një periudhe të gjatë kohore, komuniteti turk në vendin tonë do të ketë përsëri përfaqësuesin e vet në qeveri. Kjo nuk është vetëm zgjedhja e një ministri,
Ky është një mesazh se institucionet duhet të mbeten të hapura për të gjithë qytetarët. Po pra, ky i fundit pra deputeti Berxhan Ilyas. Është një ish bashkëpunëtor im i Radio Visarit, viteve 93, 94, 95, me programe në gjuhën turke. Dhe unë e përgëzoj doktorin për guximin që ka marrë, del nga fronti evropian dhe të futet. Mirë po, sot kam dëgjuar nga, sepse ne gazetarët jemi si ata, pasqyrë berberi, kthe djathtas, kthe majtas, kthe përpara, a më rinë mirë, nuk më rinë mirë. Dëgjova nga bloku Maqedonas se përveç kësaj, edhe një parti tjetër shqiptare apo dy përgatiten për të hyrë në këtë qeveri. Me bekimin dhe aminin e Ali Ahmetit. Në këtë mënyrë, VMR dal nga dal, të zvogloj edhe ashtu të zvogluar në ndikimin e Vlenit. Patenderin ja tash, mire tha Spasovski dëgjuat, se për ministrit e burekët ka të drejtë Skënder Xhepi Zedi. E dini pse? Vërtet, çfarë do punoj ky pa resor? Pa resor është pa sy. Çfarë do punoj? Çfarë? Do kontrolloj kryeministrin, do kontrolloj zëvendës kryeministrat, do kontrolloj ministrat, çfarë? Apo vetëm diet për burek dhe kafe. Okej, problemi i tire. Por, unë i përgëzoj për guximin. Pra, më thanë se është marrëveshje e BDI-s sepse BDI-a përgatitet për në qeveri. Okej, dhe një parti tjetër shqiptare. Në ndërkohë, Maqedonia ka dhe hallet të tjera, turlifar hallash ka. Por, mbi të gjitha, mund ka lënë përshtypje sot një muhabet mjaft interesant nga radhët e LSDM-s. Ata thanë tash në mbrëmje. Ta dëgjojmë se çfarë, jo ta dëgjojmë, po unë do mbahemi mençur se çfarë thanë në mbrëmje. Mickovski tha bëri katastrofë ekologjike, tash helmin e pruri deri në Shkup. Së pari, u i ndotër për pijen e Gostivar, Vallandov, Leshk është komunitarë, Krushev dhe Plasnicë. Madje, edhe në spital nuk ishte ujë të sigurt për përdorim. Tani, shkuma e barë për rreth në lumin Le Pen në Shkup. Shkuma duket se është me origjinë sintetike, është një dëshmi e dukshme e ndotjes që deri dhe drejt për drejt në lum pikërisht aty ku Le Pen si bashkohet me Vardare. Ky nuk është më një incident i izoluar. Ky është një kolaps sistematik i institucioneve në ndërtimin e Kristian Mickovskit dhe grupit të organizuar kriminal VMRO. Dhe sa ata inaugurojnë pishina, ndrojnë ministra dhe akuzojnë për dezinformata, lume i mbushën me shkum dhe sa qytetarët nuk gëzojnë të pinë ujë nga çelësët. Mickovski po e lën Maqedoninë fjalë për fjalë, thot LSDM-ja. Vërtet është interesante. E tash unë do bëhem pak i mençur. Me ndihmën e inteligjencës artificiale. Një analizë e lindjeve sipas komunave për vitin 2025 nuk mund të bëhet ende me saktësi sepse enti shtetëror i statistikës nuk ka publikuar ende tabelat përfundimtare të lindjeve sipas komunave për vitin 2025. Deri tani janë dhënë pak të dhëna nacionale, por edhe mujore, ndërsa baza Makstat për komunat ende nuk është përditësuar plotësisht me shpërndarjen sipas njësive lokale. Megjithatë, duke u mbështetur të dhënat zyrtare të viteve të fundit dhe në strukturën demografike të komunës mund të nxirren disa përfundime të besueshme. Kjo është duke befasuar pse për vitin 2026, 6 muajt e parë, enti shtetëror statistikor nuk jep të dhëna çfarë nacionaliteti kanë të lindurit. Okej, e vërtetë është se në atë që quhet të lindjes, dokumentacioni i lindjes, nuk shënohet nacionaliteti, mirë por shkruhet Mesut Shabani, babai Qemali, i ndjerit tashmë. Pra, komunat shqiptare mbeten ndër zonat me natalitetin më të lartë. Edhe pse numri i linjeve, pra këtu është dhëmbëdhëmbi i kësaj qeverie. Në nivel shtetëror, komunat me shumicë shqiptare vazhdojnë të kenë strukturën më të tretë të popullsisë. Kjo vërehet në Çajir, Saraj, Studenishan, Likov, Zhelin, Bogovin, Teardz, Bërveniz, Vrapçisht, Gostivar, Kërçov, Çashk, Jabullçisht. Kretë komunat shqiptare. Në këto komuna, pjesë e fëmijëve në popullsi është dukshëm më lartë se mesatare shtetërore, gjë që zakonisht shoqërohet me shumë lindje.
Pra, Pollogu mbetet qendra kryesore e lindjeve shqiptare. Rajoni Pollogut ka një nga përqendrimet më të mëdha të popullsisë së re në Maqedoni. Komunat si Tetova, Gostivari, Bogovina, Zhelina, Te Arca, Vrapçishti, Brvenica, edhe me edhe me emigrimin e viteve të fundit vazhdojnë të japin një pjesë të kushtueshme të lindjeve në nivel shtetror. Pra, është mëse vërtet se rënja e lindjeve prek gjitha komunitetet. Por, në vitin 2025, në Maqedoninë e Veriut, u regjistruan 15.850 lindje të gjalla, dhe 1.3% më pak se në vitin 2024. Kjo tregon se në zonën me natalitet tradicionalisht më të lartë, po përballen me rënje të lindshmërisë. Pra, arsyet kryesore janë emigrimi, martesa me moshë më të vonshme, ulja e numrit të fëmijëve për familje, pasiguria ekonomike. Pra, ndërsa diferenca mes komunave shqiptare dhe maqedonase vazhdon. Edhe pse lindjet bien në gjithë vendin, shumë komuna me shumicë maqedonase kanë moshë mesatare më të lartë, më shumë vdekje se sa lindje, shkolla që mbyllen për mungesë nxënësish. Në të kundërtën, shumë komuna shqiptare ende hapen klasa të reja ose ruajnë numrin e nxënësve fal strukturës më të re të popullsisë. Që është problem se shteti bën probleme lidhur me disa shkolla, siç është në Krushev e kështu me radhë. Çfarë pritet në statistikat sipas komunave? Kurrenti të publikojë tabelat përfundimtare sipas komunave. Shkupi, Çajri, Sara dhe pjesë të tjera të kenë numrin më të madh të absolut të lindjeve. Pollogu të mbetet rajoni me numrin më të madh të lindjeve jashtë Shkupit. Komunat shqiptare të kenë numër më të lartë të lindjeve për 1000 banorë se sa mesatarja shtetërore. Statistikat e deri tani tregojnë se megjithatë rënja e lindjeve është një fenomen që prek gjithë Maqedoninë e Veriut. Potenciali demografik mbetet më i madh në komunat me shumicë shqiptare. Kjo lidhet me faktin se këto komuna kanë një strukturë më të re të popullisë dhe përqindje më të lartë të fëmijëve. Megjithatë, edhe ky avantazh po zbehet për shkak të emigrimit dhe uljes së fertilitetit. Ndaj, ruajtja e këtij potenciali kërkon politika për punësim, strehim, arsim dhe zhvillim ekonomik lokal. Dhe ka mos bëhet zemra marr kur dëgjon 20 meçit. Vallaj. Sheqer Bilali pak është qetësuar sepse vërtet ka të lashe me atë që quhet 500 metra tubacion ujë që i rin hava. Vërtet ka të lashe dhe nuk duhet del pa e rregulluar atë. Irzet Mexhiti, kolega e tij kryetar tjetër, tash mbahet shumë i mençur. Ka thënë sot do e bëj. Dhe ai mbajeni mend, ai çka thotë edhe e bën. Premton 28 milionë euro për modernizimin e çarshisë së Irzet Baba, bravo. Kryetari i Komunës së Shërit Irzet Mexhiti inspektoi nga afër punimet që kanë hyrë në fazën e parë, e cila përfshin ndërtimin e rrjetit të ri të ujësisë dhe kanalizimit. Në fazën e ardhshme do të vijojë restaurimi i kaldërmit, vendosja e ndryshimit të ri në stil tradicional dhe rregullimi i hapësirës publike me synim modernizimin e infrastrukturës duke ruajtur identitetin historik dhe arkitektonik të çarshësisë. Me një investim prej mbi 28 milion denar, po e rikthejmë çarshësisë së vjetë funksionalitetin, standardin bashkëkohor dhe dinjitetin që e meriton. Po modernizojmë infrastrukturën duke ruajtur njëkohësisht identitetin dhe karakterin historik që bëjnë çarshinë në një hapësirë më të shmore të Shkupit, deklaroi ai. Ne kam lajmin nga Gazeta Lajm. Okej. Izeti e bën, inshallah nuk janë 28 milion euro, se 28 milion denar, nuk janë 28 milion euro. Okej. Pra. E përmendëm edhe një herë, fshatrat shqiptare po dominojnë edhe po rriten me fëmijë, statistikat në Maqedoni e dëgjohet flasin qartë. Por pse e hesht enti shtetëror i statistikave? Pasi, e përmendëm pak më parë, dëgjohet një deputet nga Fronti Evropian, që është përfaqësues në parlament, iku. Pra, po ti marrim parasysh zhvillimet e fundit. Numri i deputetëve të Frontit Evropian është zgjuar ndjeshëm. Rrjedhja është kjo. Pas rivotimit të zgjedhjeve parlamentare të vitit 2024, Fronti Evropian mbeti me 18 deputet nga 19 fillestar. Në korrik të 2026, Bexhan Ilyas nga Partia Demokratike e Turqve i bashkoi shumicën së udhëhequr nga VMRO-DP duke ulur grupin parlamentar të Frontit në 17 deputet. PDSH Mendu Thaçit është larguar nga koalicioni që në vitin 2024 me 1 deputet. Alianca për Shqiptarët e Zedin Selis ka njoftuar se ajo largohet nga Fronti Evropian, mirë jo me deputetët. Pra. Edhe Partia Demokratike e Turqisë është shkëputur nga Fronti Evropian dhe njëri nga deputetët e saj tashmë është pjesë e shumicës parlamentare. HPR, Fronti Evropian në Kuvendin kanë mbetur 17 deputet. Megjithatë,
Nëse Zjadin Sela dhe deputetët e ASH-s formojnë grup të veçantë parlamentar ose deklarojnë se nuk do të bëhen mos si pjesë e grupit parlamentar të Frontit Evropian, atëherë edhe numri efektiv i deputetëve të grupit parlamentar të Frontit do të bjerë më tej. Deri tani nuk ka një informatë zyrtare se sa deputetë e ASH-s kanë ndryshuar përbërjen e grupit parlamentar në kuvend. Kjo është realiteti në Maqedoni. Kjo është realiteti. Pra, dal nga dal, çdo gjë vjen në vendin e vet. Mirë po. Helmimi në Gostivar ka zhvilluar edhe shumë probleme të tjera. Jo të tashme, por edhe të njëjta. Por nuk është vetëm Gostivari. Helmimi masiv në Gostivar ka ngritur alarmin për sigurinë e ujit të pishëm në të gjithë vendin. Ngjarjet e ditëve të fundit kanë vënë në dyshim jo sasinë e ujit, por sigurinë e tij, ndërsa institucionet ende po hetojnë shkaqet e ndotjes që çojnë në helmimin e mirë qytetarëve. Rasti kanë nxjerrë në pah se problemet me cilësinë e ujit nuk janë të izoluara vetëm në Gostivar. Rastet e njëjta për ujë jo të sigurt për pije janë shfaqur edhe në disa vende tjera. Nga Qendra për Menaxhim me Kriza njoftojnë se edhe në Krushev uji është mikrobiologjikisht i pasigurt. Sipas mostrave të marra më 20 korrik, uji në disa qezma të komunës së Krushevës është mikrobiologjikisht i pasigurt për të pirë. Ndërmarrja publike Komuna Krushev raporton se për shkak të natyrës së bakteriologjike jo higjienike të ujit, duhet të përdoret uji ambalazhuar për të pirë, ndërsa për gatim dhe larje rekomandohet që uji të zihet për të paktën 10 minuta para përdorimit. Një ditë më parë, probleme me cilësinë e ujit u regjistruan edhe në Vallandov. Banorët e Vallandovës janë paralajmëruar të mos e përdorin ujin nga usjellsi i qytetit për pije, pasi analizat laboratorike kanë treguar prani të lartë të arsenit. Nga ndërmarrja publike komunale Cerveza Vallandov njoftuan se rezultatet e analizave të kryera nga Instituti i Shëndetit Publik në Shkup kanë konstatuar nivel të lartë të arsenit në ujin e pishëm nga usjellsi i qytetit. Situata hiç më mirë nuk ka qenë as edhe në spitalin për sëmundje të bushkërive në Lezhë, ku edhe atje është konstatuar uji i papërshtatshëm për pije. Sipas një mostre uji të marrë nga një qezmë e spitalit, janë evidentuar 51 baktere kaliforme në 100 ml ujë, çka sipas raportit nuk i plotëson standardet për ujë të sigurt për pije. Edhe në fshatin Kuklish të Strumicës është bërë thirrje që uji mos të përdoret për disa orë, pasi është paralajmëruar ndërprerje e përkohshme dhe dezinfektimi i rrjetit të usjellsit. Ndërkohë, sipas analizave të fundit të kryera këtë muaj nga ekspertët e Qendrës së Shëndetit Publik në Velez, uji në liçenin artificial në Mlladost vazhdon të jetë i ndaluar për larje dhe rekreacion, pasi në të janë vërejtur se ka cianotoksin. Kjo është Maqedonia, kjo është realiteti. Pra, e thamë edhe më herët, në Maqedoni për 10 vite është dukur një qytet i tërë. 95.813 banor ka më pak për brenda 10 vite Maqedonia, pra komplet një qytet i tërë. Dhe ndalesh e mendohesh. Universiteti Shtetëror i Tetovës ka hapur sërish konkursin për student. A dini sa vende ka? 5.450 vende të lira dhe disa programe të reja studimore në konkursin e Universitetit të Tetovës për vitin akademik 2026-2027. Ku di marrë 5.000? Ku? Kur është Universiteti i Shtulit, Evropës Juglindore, kur është Universiteti Nëna Teres në Shkup. Përse u krijuan ato? Krijuan për të dëmtuar. Dhe këta i kanë fryrë vetë gjithë kësaj kohe pra në Universitetin Shtetëror të Tetovës me turli farpunësimesh, Axhanak, Baxhanak, djali hallë, djali tezës, kunata, motra e burrit e kështu me radhë, dhe familjarizëm të skajshëm, posaçërisht të stafit që u theqte Vullnet Ahmeti, rektori. Okej, dhe paguajmë më vonë, por ata harrojnë se duke i mësuar të vetët, nesër nuk do kenë student. Dhe që edhe ashtu po u mungojnë. Nuk është okej, por unë vazhdojmë më tej. Pra, gjithandej vetëm ankesa. Dhe të ndalim pak për atë çfarë ka thënë UNESCO-ja. UNESCO e ka shtyr edhe për 5 vite të tjera, e ka shtyr edhe për 5 vite rastin e Ohrit, pra nuk do vej në listën e të rrezikuar. Nuk është kjo ndonjë zgjidhje. Mirë po, nga ajo që kam pa dhe kam dëgjuar, nuk më befason kjo, sepse mësueska e tha, ne ka ndihmuar një shtet mik, Turqia. Okej. Por çfarë priteshte? Ky staf i qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe të gjitha qeverive deri tash
kanë pritur që tua merr UNESCO, jo për diçka tjetër, por a dini sa hapësira dhe vendet të tjera mbeten tash në ohër pa u ndërtuar, do bënin para shumë. Duke filluar nga Leni, që është Lini, në Shqipëri, e deri rreth e rrotull liçenit të Ohrit, të Strullës, si do një quajni, pra vende ku do ndërtoheshin hotele, resorte, do bëheshte një Kaliforni e vogël. Mirë për jam usa, do shtyhet edhe pak pra. Pushtetarët janë më të interesuar që në Maqedoni që UNESCO të heqë për të bërë punët e tyre. Le del tash pasi ja do të vazhdojnë që pason punë dhe me intenzivë për mbrojtjen e rajonit të Ohrit, ka thënë Pecakov, kryetari i komunës së Ohrit, Kiril Pecakov. Okej, urdhëro atër, vazhdo prishi gjithë ato. Nëse ka këllë që edhe vëmëroja edhe shko, shifni vetëm, hyni dhe kërkojni hotelin që është duke bërë Bratësashe në Ohr. Hyni. E ka zënë këtë pamjen villës së kryetarës së shtetit. Kretë. 5 parese. Unë këtë ditë kam thënë, dhe ndodhi ajo, se ministrat e rritë Vlenit, filluar nga ministri i drejtësisë edhe ministrat të tjerë, në fillim do takohen në thojse aq sa do mundin me 2 a 3 ndërkombëtar, e pastaj do fillojnë të takojnë njëri tjetër. Dhe filluan të takojnë. Sot ministri i drejtësisë ka takuar Granit Osmanin, drejtorin për implementimin e gjuhëve dhe inspektoriatit. Pra, shohim se çfarë do bëj. Pa ishte, nuk bëri kur gjë. Keni dëgjuar se ka ndërnuar dikë. Dhe lëm të kaluarën. Pra, ligji për përdorimin e gjuhës do të zbatohet në mënyrë të vazhdueshme në gjitha institucionet. Hajde be Granit bëre. Dhe lëm të kaluarën. Graniti pas ka qenë UÇK. Okej, rregull. Dhe lëm, Shosivari s'ka qenë ministri. Dhe lëm, hajde bëne. Nëse ke qenë UÇK, fryma e UÇK-s derisa të desësh mbetet. Bëne. Dhe, mos u merrni, nuk e di pse i marrin si katastrofale, thotë, ofroi garancion 1.100.000 euro lirohet nga burgu ish kryetari i Federatës së Futbollit të Maqedonisë, Muhamet Sedini. Punë e madhe. Se çfarë bëri Muhamet Sedini, përveç që i mbushi xhepat e vet, shoqërisë së vete, bëri diçka për shkëndim, jo s'bëni asgjë. Si këtë tjetër tash që bën për Vardarin. Nuk është okej, por unë vazhdojmë aty. E dini se unë mbahem i mençur dhe për pak do vazhdoj të mbahem edhe më i mençur. Pra, Kavadari është një komunë rreth maksimumi le të ketë. Që, dhe marim 40.000 banor, për s'ka. Komune Kavadari ka rreth 38.721 banor. Qyteti ka 26.000 deri në 27.000 banor. Pjesa tjetër jeton në fshatrat e shpërndarë të komunës. Dhe ja ka dalë, Allah likov. Kanë bërë një bazen, ku një pishin, ku dhe lahan qytetarët e Kavadarësit, në vlerë prej 1 milion eurosh. Dhe atë të marra nga kredia 1 miliard e Hungarisë. Dhe kur merren gjithë to kredi, që i llogaritisht atje këtu aty, unë sa dëgjova nuk delte as 400, as 500 milion. Ku janë 500 milion të tjera të kësaj kredi? Ku janë? Dhe i ftoi komunat e Pollogut dhe komunat shqiptare që të nguten. Ja sa ka marrë komunat e Tohës, 5.500.000 euro. Gostivari, 2.700.000 euro. 3 projekte. Zhelina, 1.200.000 euro. Dhe komunat tjera të Pollogut shumë më të vogla sipas projekteve të meritorë. Dhe dini çfarë kanë bërë këta? Asnjëra nuk ka kërkuar ndonjë investim kapital, por kretë kanë kërkuar punë të vogla. Të merr Xhaishi, të merr Nipi, të merr Daja, të merr Halla, të merr Nusja Daz. A në këto investimet e krahasueshme me nevojat e rajonit? Jo. Dhe për objekte sportive, pishina, ujësjellës, kanalizim dhe zhvillim ekonomik. Kjo është çështje politike dhe kron krahasim me komuna tjera. Pollogu kundrejt Kavadarësit, manastiri Prillet e tjerë. Pra, në të dhënat e përkruar për shpërndarjen e mjeteve nga kredia hungareze për komunën rezulton se në total janë miratur rreth 112 milion euro për 1.116 projekte komunale.
Dhe kur del kështu, manastiri ka 85.000 banor. Në gjënë çfarë të dhëna shumë interesante. Tetova ka 87.000 votues, e këtu e kanë nxjerrë 84.000 banor. Është shumë interesant. 87.000 votues ka. Do sjellë nesër deklaratën e kryetarit të komunës së Tetovës të Këshillit Zgjedhor. E ka. Kumanova ka si qytet 98.000 banor. Pra, nëse shkohet sipas asaj se manastiri pas ka 85.000, ka marrë 5.600.000 nga kredi hungareze. Për kokë banori 66 euro banor. Tetova pas ka marrë me 84.000, 5.665 euro. Pra, ky që lavdërot ky, asnjë parë të vetën se pas kanë nxjerrë me komunën. Pse lavdërot këtë kod Bilal Kasami? Çfarë tregon? Kanë total nuk di ka të dheqe. Si ka të dheqe komunën, pra, bën asfaltime dhe gjëra me ato që i ka marrë nga kredia hungareze. Çfarë nuk dëgjosh? Çfarë nuk dëgjosh? Pra, komunët e vëllëdhët kanë marrë fonde për më pak projekte simbolike dhe zhvillore si pishina moderne, qendra sportive, parqe të mëra rekreative, objekte kulturore. Ku ka ko, Bilalit merret me këto. Ku ka ko. Okej. Nuk kanë ditur të bëjnë. Nuk kanë ditur bëjnë projekte. Shumë thjesht është projekt. Nuk kanë ditur të bëjnë. Okej, nuk është okej, por nuk vazhdojmë më tepër. Jo që mbahemi mençur, por nga zemra e plasur e them se vërtet jemi katastrofë në ato që përdjel. A këta, mezi se presin këta të bëjnë gabime dhe thonë, mësoni, derisa të mësoni, ne do bëjmë punën tjetër, andaj në tonë në Maqedoninë Lindore. Dhe janë të e bë, dhe nuk mërziten as pak. Ama as pak nuk mërziten. As pak. Dje, u rënditën në Gostivar me Ministrin e Policisë, me kryetarin e komunës, dhe a mund të mëngonte 20 me qiti jo. Ndalesh dhe mendohesh, pasi nuk ja dolën vëmëro dhe vlen, që kryetari i komunës së Gostivarit, Valbor Limane t'jep dërheqe, hajde shko misafir, kinse ta mbulojnë atë parën. Jo, ajo mbeti. Mbeti. Dhe BDI-ja ende merret me ato se qyteti i Shkupit ta largojmë njëherë tabelën e Parisit të shpëtoj gjësinë. Po ja, sot të takuan dy shokët e luftës, njëri s'ka qenë luftë, por ka qenë në shtëpi gjithkohën, pra ministri i drejtësisë, e tjetri pas ka qenë në luftë në Kumanov dikun. Granit Osmani, qyteti i Shkupit e largojmë njëherë tabelën. Ja tek e ministër, çka tek e? Mirë po, mos haro ministër se të pret. Në rasti Nikola Grez. Pa e zgjidhur atë kur gjë s'ka bën. Po ashtu policia e Maqedonisë këtyre ditë, vërtet Ministria e Punëve të Brendshme ka filluar të sancionojë shoferët e skuterëve elektrikë që nuk i përmban rregullat e reja ligjore. Pra, për trotinetet elektrike kanë filluar rregullat. 18 vjet do t'i kesh dhe gjoba është 3 gjoba për drejtimin e një skuteri elektrik pa helmeta mbrojtëse. 50 euro. Përveç kësaj policia ka lëshuar 9 gjoba për drejtimin e skuterit në zonën ku lëvizja këtij lloja të nuk lejohet me një gjobë për 80 eurosh, pra është regjistruar edhe një gjobë për 100 euro për përdorimin e telefonit celular gjatë drejtimit të një skuteri elektrik. Pra nuk guxojmë të flitni. Nuk mbahemi mençur, po këtë e shoh me sytë e mi. Dilin nëpër Tetov, dilin nëpër lagje dhe të shihni. Fëmijë të vegjël klasë 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jo më që vëzitin trotineta elektrike. Hajde ndalini. Kalon policia kurse kur gjë nuk është. Ata janë të parët në shënjesër nga veturat. Okej, është okej, por këtë e ka ky shtet, këtë e ka, atë që ka edhe bën. Po e vërtet është që edhe ina tash pas ka marrë, më premton 28 milionë euro për modernizimin e çarshisë së vjetër. 20 me qiti e bën ky. Ky e bën. Ta marrim mend se ky e bën. E bën nesër në thënë të to. Jo nesër, mbas nesër. Çfarë nuk dëgjosh. Pra, Maqedonia është vendi i vakive, kështu thonë Kosovë. Dhe kur përzihemi në të, se këtyre ditë kam dhënë një intervistë për një televizion, s'është rëndësi ku, të shtetit shqiptar, dhe më kanë pyetur çfarë mendoni, a është larg apo afër Bashkimit Kombëtar. Dhe dini çfarë u kam thënë? Bahemi mençur. U kam thënë, derisa në Kosovë, pushtetarët e Kosovës thuajnë se shteti mbledh të vëshën më së shumti
dhe doganimet nga kufiri, hë për hë fshiheni. Ndërsa, në shtetin shqiptar, më përkujton Maqedoninë nga njëherë. Atje njësojsi në Maqedoninë perëndimore nuk ka investime njësoj si në gjitha regionet. Edi Rama ka bërë një ndarje kështu, Tiranë në nart, pra veriun katastrofë, Tiranë poshtë jugën ka Greqia, ka bërë lule. Allah likoft, ama e veç ka konotacion tjetër edhe në aspektin fetar dhe nacional. Mirë po, atë që aje premtoi në Tiranë, se do e bëj autostradën e Adriatikut, duke vazhduar nga Kroacia nëpër Maltezi, një urë atje mbi Bunë dhe do e lidh Shqipërinë rreth Bregdetit, do arrit deri në Tiranë, pastaj vazhdon në jug nga Greqia dhe këta që duan të vazhdojnë për Kosovë dhe Maqedoni mund të vazhdojnë majtas. Nuk e bëri. A dini pse? Sepse djali im për të kaluar dhe ju të gjithë që kalonin nëpër Serbi, vinjeta u thojnë ata. Prej fillimit deri në fund 40 deri në 60 euro paguhen. Pa e dini sa vetura mrit në ditës kalojnë. E dini sa pare janë ato. Kesh pare pa asgjë, pa asnjë dhimbje. Okej, nuk është okej, por unë vazhdoj. Dhe e dyta, nuk e bëri as Shkodrën qytet me atë që quhet Kalaja e Shkodrës. Turli far Kalaja bërë, se bëri se për shkak se Hungaria, Kroacia e ka Dubrovnikin. Unë 3 herë kam qenë në Dubrovnik. Ajo Kalaja e Dubrovnikit është e rindërtuar, nuk është origjinale në kohën e Jugosllavisë. Ndërsa në Kalanë e Rozafës, në Shkodër kemi ende murët të origjinal. As një ndërhyrje nuk bën Edi Rama. Ati tregon atë që thash. Dhe e dyta, unë tash mbahemi me që kam thënë për atë televizion kështu. Pra, se për këtë bashkimit kombëtar, nëse do të ndodh veriu, pra Shqipëria e veriut, duke përfshirë mbi Tiranën e Nart, dhe që është më tepër pjesë katolike dhe muslimane, do jenë në të njëjtën vijë me, nëse bëhet bashkimi kombëtar, me deputetët e Kosovës dhe me deputetët e Maqedonisë. Dhe atëherë kuptohet, do e mundin, jo Edi Ramën, po le të ngrihet edhe Enver Hoxha prej varit, do e mundin në parlamentin shqiptar. Do të bëhet numër më i madh i parlament. Është dëshmuar kjo me viteve 41-45. Pa marrë parasysh se ka qenë fashizmi italian. Është dëshmuar në parlamentin shqiptar. Kryeministri i asaj kohe, dini kush ka qenë? Ka qenë Recep Mitrovica. Okej, po e shihni sa i mençur i mbajtur. Nuk është okej, por unë vazhdoj. Hajde tash ministër. Tash filloj të qarkulloj lajm. Një 27 vjeçar nga Komunova ndroi jetë në Burg. Ove ministri i drejtësisë, hajde fillo. I vendohet se do rrjedh mjalt në rrugët e një i burgosur 27 vjeç nga Komunova, gjeti vdekur në institucionin dëshkues për Burgun. Kshanje njoftoi sektore për punë të vërtetshme në Komunova. Institucioni ndeshkues për Meskues Burgu Kshanje u raportoi se është gjetur i vdekur i dënuar SSH 27 vjeçar nga ujëri pas ka qenë. Njoftoi se ekspertiza ka kryer ekipi i SBA Komunova, ndërsa me urdhër të prokurorit publik trupi i të ndjerë është dorëzuar për autopsi në institutin e mjekësisë ligjore. Hajde, pa marrë parasysh cilit nacionalitet. Hajde, kjo bie në kuadër të ministrit të drejtësisë. Hajde ministri i sheshet. Nëse rrjedh mjalt, sos mu i mjaltit. Është okej, por unë këtu dal nga dal. Po e përshëndes, dëgjohemi nesër mbrëmë. Pra ishit në podcastin Mesut Shabani.